Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje tek energjia e dashurisë. Fokusohuni në këtë moment personin që ju kontrollon në këto momente. Kush është ai person që ju kontrollon? Do ta zbulojmë me anë të shenjave të horoskopit dhe të gërmave të emrit apo mbiemrit tuaj. Pra, kush është ky person që të kontrollon në këto momente të jetës tënde? Kush është ky person? Do ta zbulojmë së shpejti. Ky është një person, dyshi kupave, që ju do fort, që pret me padurim për të patur një takim me ju, një takim shumë të rëndësishëm. Ju do fort ka një pasion, ka një dashuri të madhe për ju. Juve ju shikon si kjo perëndeshe bukurisë në këto azë të mrekullueshëm, me këtë dritë universi në dorë. Ju jeni pak e mërzitur me personin e tuaj, me këtë mbret të shkopime, pra jeni pak e mërzitur. Por thot, shumë shpejt, juve do ta ikni këtë mërzitjen. Sepse vetë ky nanën tjetër është pak i mërzitur me ju, po juve ju do fort, dhe ju kontrollon në çdo moment, në çdo sekond, sepse ai do të mbylli një kapitull të vjetër të jetës së tij dhe me ty të eci drejt një rruge që shkëlqen nga ky yll polar. Pra, tek ty e shikon dritën, shikon shpirtin e tij bijak. Shikon, prandaj dhe të kontrollon, është shumë i fiksuar tek pjesa e kontrollit. Është një person magjik që i ka të gjitha dhe me ty do të ndërtoj një jetë, sepse një jetë mirë, të shëndetshme, sepse tek ty ky shikon një ekuilibër të jetës së tij. Pra ju i ekuilibroni jetën, dini të balanconi me ngritje ulje jetën e tij. Me kë mund të rezonoj me emrin apo me gërmën e parë të emrit apo të mbiemrit të këtij personi, kjo energji. Me gërmën A, me gërmën Z, D, F, me gërmën H, R, M, E. Me gërmën C, me gërmën Sh dhe me gërmën V. Faleminderit shumë. Më falni. Dhe me shenjat e horoskopit, doja të bëja vetëm me gërma, po do marrim dhe shenjat, me dashin, me denin, peshqit, shenjat e horoskopit, peshoren, me shigjetari, me akrepin, luani dhe me britjapin. Pra këto ishin shenjat dhe gërmat e alfabetit që mund të jetë ky person. Gjithmonë me mund sepse është energji e përgjithshme. Faleminderit shumë miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.